94 leje ndërtimore, 10 ndërtime të larta, 2025 70 leje ndërtimore, 8 ndërtime të larta. 452 aplikime, 323 janë përfundu legalizimet, e para në vesh lesh është një asjerë. Se jam kryetari jashtëzakonisht të përgjithshëm. Për me ja u bot qartë që nuk është i stu katrahur, po është i planifikuar në mënyrë urbanistike e që ka fillu prej qekve në vitin 2001 fatmirësisht. 2022-ën janë dhonë 97 leje ndërtimore, 1 ndërtim i lartë. 2023-ën janë dhonë 127 leje ndërtimore, 2 ndërtime të larta. 2024-ën pasi është aprovu harta zonale, 94 leje ndërtimore, 10 ndërtime të larta, 2025-ën 70 leje ndërtimore, 8 ndërtime të larta. Që i bjen që për këtë mandat 10, 18, 19 ndërtime të larta në 3 zonë urbane, jo veç në Istog. Istog, Bonj edhe Gurrakëc që janë të ndërtu për moment. Faleminderit. Koha, a do ndikush tjetër, mas jetë të folë që nuk është katrahur, ne e dhonë e cila është matë në 2015 prej Ministrisë Ambientit dhe Infrastrukturës, tregon që edhe Istogu, përkundër faktit që është komune madhe, ka objekte të ndërtume pa leje, pra të pa legalizuara. Si pas këtyne dhënave, 3874 ndërtime janë pa leje. 3860. Legalizimi i ndërtimeve pa leje kërkon angazhim, staf mjaftueshëm për me trajtu të gjitha kërkesat, po më intereson tash për secilit qysh do ta ndreshni punën e 3800 ndërtimeve pa leje. Hajde Ilira, ki dhëna tjera që pëton me kontestu këto? Një përmirësim të vogël. Prej 2000-ës e sot janë 3860 ndërtime. Ligji për legalizim është ende i hapën. Si pas Ministrisë Ilirë, veç për du me të kazu, janë të evidentu me 3874 prej mas lufte. Në ty të garantoj që Ministria ka gabim, për pak rëndësi, 4 plus minus. Së më rëndësi nuk është largë për 14 ma paka ma shumë. Absolut. Në gjdo rast, juve kam ju dosht, po nisim për te Ilirë, a kime mpru në zero trajtimin e lëndëve në 4 vitet e ashme. Ligji për legalizim e ka fatin ende të hapur. Muj me shfrytzu dhe në katër që jem këtu nëse kem nëj eventualisht nëj objekt pa leje. E dyta, 2022-2025 janë 452 aplikime. 323 për ty në janë legalizu, 105 janë në listë pritje, si i bje që ka specifikat veçanta për tu. 8 janë në refuzu dhe 16 janë në proces të shqyrtimit të dokumentacionit. Kemi bo fushat në secilën zonë urbane. Kemi bo fushat vetë disuse. Sa janë trajtu? E thash, 452 aplikime, 323 janë përfundu legalizimet. 350 i ke përfundu për një vit? 323. Për 4 vite? Jo, 2022-2025. 2022 të në hapa 3 vite? 3 vite. Unë e po thëmë sa ka me të dasht, me i pru në zero, që to 3.000, zene që janë mbi 3.000... Matematike thjesht 3.874, thate, po i supozojmë ka 450 në vetë me i trajtu, del kalkulimi, nuk besoj që ka në... Do me thonë, as 50% i trajtimeve. Trajtimi i ty në 4 vitet e ashme. Trajtimi i ty në bëhet masi që qytetari të aplikon për legalizim. Po, veç edhe nëse s'aplikon, nëse nuk aplikon qytetari, ty të metet me i rëzu. Me i rëzu? Pa, që s'ka zili tjetër, e kia fatin me apliku. Nëse qytetari, ti po thume që ato dhona, dikun 3.000 metën që s'kan apliku. Nëse më lejon. Thash afati për aplikim, për legalizim. Orë si vjetë, drëtën i dhëtor 2025. Është i hapën hala, është ushty që 3 herë. është i hapën hala, tash është 3 herë që ushty. Krejt jetë të këshyrë, qysh mës me bo na i punë, qysh mës me këshyrë, mës me rëzu. Apo? S'ki mi rëzu nëse s'aplikojnë. Jo. Unë jem të thonë, kemë bo fushat, edhe kemë vazhdu më bo fushat për mes zyrës urbanizmit. Po, veç fushata s'pas ka dhejë, se 3.000 s'kan apliku. Në fund ditës, shumica s'kan apliku. Në fund të ditës, bije, ju në është që më tentu me vedisu qytetarin drejnë maksimum, që ato me obligu, marë me apliku për objektin e vetë. Nëse ndodhë që shtyhet afati, sa shtyhet, kryhet afati, qytetari s'ka apliku, mbi 2.000 veta ndodhë që s'kan apliku, që ka bën me që ato? Kanë jetë, një pyetje kam për ty. Jo, unë e kam për ty, Ilir. Pse menon që është ty për 3 herë afati legalizimit? Jo, s'po du me folë. Arsyeja pse është ty prej ministrisë... Se kena qeverin që do me shty. Arsyeja pse është ty prej ministrisë është për shkak se qytetarët nuk aplikojnë, jo veç në Stog. Konkret Republikën e Kosovës. Po që ti ki komunën tonë, ti përgjigju për qatë vend. Po përgjigja. Po të thëmë, nëse nuk aplikon, mas gjithë shtymjeve, qka ki me bo me aplikime tjera? A ki me nis me rëzu? Tash për më rëzu, do të më dalë inspektorët bashkë me urbanismat në teren,
edhe më konstatu që fillon X objekti shtëpia jetagjarës është pa leje dhe duhet a ki me boti, duhet mu trajtu prej sipas ligjit. Shtëpia jetagjarës është edhe sjell ministër, po, pyetje për ty, a ki me angazhu inspektor, a ki me angazhu urbanista, a kemi shti vesh në lesh? Nuk po, por në vesh lesh është një asjerë, se jam kryetar jashtëzakonisht të përgjithshëm. E dyta, inspektorët kanë më dalë me kryej punën e ty në konform ligjit ndërtimit edhe ligjit që i trajton ligjit që i trajton objektet pa leje. E treta thash, ka mu vazhdu fushat intenzive për këto muj që e në metë, që mi vedesu qytetarë që ka nevojë më apliku sipas ligjit ndërtimit për trajtim të objekteve tyne.